Jo, këto si lëun, se këshu është e vërteta. Po, mbarove, nuk të kam bajtur. do mblesh në mua të flasë. Jo, nuk kam baruar. Fazho, po sepse po thua gjëra që nuk janë, nuk qëndrojnë këto. Nuk qëndrojnë? Po interpreton si pas mënyrës tënde. Do me thënë, ti erdhe të më flasësh gjatë ditës? Ti e po interpreton. Erdhe të më flasësh gjatë ditës? Ti ishe i zënë, unë kam qenë gjithë ditën vetëm. Edhe nuk erdhe. Unë isha vetëm. Isha vetëm. Unë isha vetëm. Kam qenë vetëm. Jo, unë isha vetëm te divani dhe po të shifja. Dhe kur po pije kafe, ishe shumë seriozisht, duke parë motën dhe kohën, dhe ishe bashkë me Virtherion edhe me kë ishe ti. Dhe unë ishe, nuk kam punë asgjë, po them se çfarë po bëje. Ke problem ti të vish nëse jam unë në Virtherion? Jo, nuk kam problem për asgjë. Asgjë. Por minimalisht kërkoj nga ty. Në mëngjes. Po, ma trete kështu edhe thash. Jo, nuk ta treta, ta vura këtu. Jo, ma hodhe. Ta vura këtu. Ma hodhe. Ta vura këtu. Ma hodhe dhe unë kthej kokën dhe shikoj një pateket aty dhe ty duke ikur larg. Ika që mos të zgjoj që po flije, se unë s'kam fjetur. Dhe s'kam fjetur nga mërzitja që më shkaktove ti dje. Dhe mërzitja që më shkaktove ti dje ishte parësje. Po më sulmon mua? Jo, mërzitja që i shkakton vetes tënde ti. Unë nuk të mërzita, jo, fare. Se shtë bëra unë? Në mënyrë kategorike jo. Ti ishe duke qarë për Danielën dhe unë erdha te këty. Jo, një sekond. Si shpërtheve ndaj meje pastaj? Një sekond. E mban mend shumë mirë situatën. Dhe sot. Jo, nuk baj mend asgjë. Unë vajta brenda të merja kos, ulat e Daniela dhe ti më ulërit edhe më the hajde këtu. Jo, edhe një herë. Dhe Jozefini tha, kur të flet kjo vajzë, ti duhet të vish këtu me një këmbë. Po, jo. Unë nuk vi me një këmbë. Dhe kur erdhe më gjetë, vajta në dhomë të rëfimit, jo isha aty, jo nuk e di. Sepse i ktheve për